U largova edhe për shkak të them të drejtë periudhës së gjatë dhe nuk po e gjeja vetën në sistemin e drejtësisë. U larguat vetë? Po, padyshim, me vullnetin tim të lirë dhe po e sqaroj që edhe pas largimit dhe ndërheqjes time, Komisioni Pavarur i Kualifikimeve ka bërë kallëzim penal përsëri në SPAK kundër meje. Oh, po pse? Për çfarë? Ashtu e çmuna. Jo, për çfarë vepre penale? Për veprën penale, për të njëjtën vepër për të cilën më akuzote kryeministri dhe për të cilën isha hetuar një herë. Për pasurinë. Për pasurinë tuaj. Dhe në fund, dhe çfarë ndodhi? Është vendosur e njëjta situatë, që nuk ka as edhe një moment që pasuria e zotit Gjinxhoni nga viti 1993 deri në 2023 të vihet në dyshim. Është pasuri e ardhur mbi bazën e të ardhurave të lishme dhe të vërtetuar dhe të verifikuara. Zoti Gjoni, jeni i pasur ju? Jam normal, nuk mund të them që jam i pasur, po media e transferoi të gjithë pasurinë time duke dalë në disa konkluzione dhe po të shohësh disa televizione ku ju edhe ndoshta keni qenë pjesë e atyre televizioneve. Po për këtë ka qenë shumë televizione. E rritin në progresion geometrik pasurinë. E fillun me 1.5, 1.6 dhe në fund kur çështja u mbyll e çun në 3.2. Po tani ju pasurinë e keni nga bashkëshortja? Nga bashkëshortja? E gjithçka është nga bashkëshortja? Absolutisht për shkak të biznesit dhe të them të drejtën, gjithçka është deklaruar, të ardhurat të cilët tërhiqeshin dividend dhe shumë pak kompani në atë kohë tërhiqeshin dividend, janë dividendet të cilët përveç 15% të tatimit që realizoi gjatë aktivitetit dhe 15% mbi dividendin. Të ardhurat të cilët kanë shkuar në favor të shtetit, pagim taksash në mënyrë më rigoroze të mundshme. Zoti Berisha bëri një prezantim dhe ju vlerësoi shumë dje në Lezhë në prezantimin e gjithë kandidatëve të opozitës të Partisë Demokratike, po veçanërisht ju vlerësoi shumë. Po më bëri përshtypje një frazë e tij. Gjinxhoni tha është larguar tha pa drejt, tha, ai është sulmuar pa drejt, tha. Por ne gjithta që janë larguar, tha, do kemi mundësinë kur të vi Partia Demokratike në pushtet, do t'i kthejmë. Ju aspironi të ktheheni sërish në drejtësi? Jo, edhe për një moment tjetër, sepse rrugët tani më janë ndarë. Dhe përsa kohë që unë jam antar partie, nuk mund të kaloj. S'ke të drejtë. Jo, nuk kaloj dot. Do të s'ke fare aspirim. Një periudhë 10 vjeçare që unë të rikthehem, por në atë moment plus 10 i bie pasaj është mbyll karriera. Do nuk aspironi për të kthyer. Jo, në mënyrë më absolute. Është një vendimarrje përfundimtare në lidhje me këtë. Por ama zoti Berisha me drejtë e ka përmend sepse a është normale që sot për një vepër penale të parashkruhet dënimi në një periudhë kohore 5 vjeçare për shpërdorim të tyre, supozohet, për falsifikim, ose për element të tjerë të veprave penale. Dhe për një kundërvajtje administrative, se procesi i vettingut është proces administrativ. Njerëz të cilët mund mos kenë deklaruar 2 milion lek vjetra, 3 milion. Është e njëjta gjë? Është jo, të largosh 15 vjet nga sistemi dhe këta të tjerë të cilët janë larguar me vendimarrje për jetë. Nuk është e pamundur. Ti do me thanë përfundimisht. Aspekti i dytë, që është shumë i rëndësishëm, ka qenë një armatë e madhe njerëz të cilët janë të specializuara, njerëz të cilët kanë marrë shkollë. E keni fjalën vetëm për drejtësinë? Për drejtësinë po them. Njerëz të cilët janë specializuar, njerëz të cilët kanë përfunduar shkollën e magjistraturës, që kishin një background. Po si do kthehen ata? Nesër parlamenti ose mendimin e institucioneve ndërkombëtare Komisionit të Venecias mund të shkurtohet afati. Mund të shkoj 5 vjet, mund të shkoj 7 vjet. Automatikisht duhet kthehen për mua, sepse sot sistemi është në një ngërç dhe backlogu i çështjeve sot është i jashtëzakonshëm. Dhe aksesi në drejtësi sot është në kushte skandaloze. Në rast se pjesa më madhe e çështjeve do shkojnë në Strasburg vetëm për afatet e arsyeshme ligjore, jeni sigurt që dëmët që do të paguajë Shqipëria do jenë galopante. Cili është raporti juaj dhe marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zoti? Marrëdhënie zyrtare normale në cilësinë e kryetarit të partisë dhe unë të them të drejtën nuk jam tip që shkoj pas të mëdhejve dhe nuk trokas në dyrën. Unë kam marrë përsipër një pozicion caktuar, po bëj fushatën time, padyshim që partia është komplet ndryshe nga qenia gjyqtar.
sepse në punën time të përditshme unë isha... Se imagjinoj dot këtë... është një ndryshim shumë... Ai gjingjoni rrep, lej që kështu rrie larg, kështu gazetar si afroje fare, tani atje do të natyra jote do ndryshoj. Si e ke bërë këtë ndryshim? Ndryshimi ka ndodhë natyrshëm. Unë si natyrë jam në pamjen e jashtme duken sikur jam edhe arrogant, edhe prepotent, edhe njëri i ftoft, por në takimet... Ata që të njohin afër? Po, ata që më njohin nga afër dhe në marrëdhënie njerëzore jam shumë i afërt edhe me njerëzit dhe sot marrëdhënia afërsia me njerëzit atje ka kriju dhe një marrëdhënie besimi. Kam disa foto që do doja një mendimin tuaj, ju lutem regjia, fotot që kemi. Cili është mendimi juaj për zotin Altin Dumani, drejtuesin e SPAK? Unë kam punuar për një prill kohore gjatë me të them drejtën edhe në gjykatën e shkallës së parë. Kam përshtypjen ja 15-16 vjet. 15-16 vjet? Po, edhe në gjykatën e shkallës së parë. Më mirë se sa ty se një njeri. Si është? Apelit. Nga natyra është tip korrekt, është djalë me ambicie, është njëri që nuk të jep afrimitet, vetëm me njerëz të caktuar, nuk ulet në për kafe, këtë natyrë ka patur, të them të drejtë, është në disa vendimarrje është goditur nga politika dhe në disa raste të them të drejtën edhe me drejtë. Me drejtë? Po, në disa raste, sepse ja ç'a duhet të them, edhe kam pas një diskutim të cilët unë për mendimin tim. A është normale që sot kryeministri i Shqipërisë është i lidhur dhe 60% e qeverisë sot është në burg, 50% deri në 60% e kryetarëve të bashkisë është në burg ose është në hetim. Në hetim, po? Në hetim, ose kryetarët të bashkisë të cilët janë aty. Po ç'lidhje ka? Por as edhe një fije nuk të çojnë paktën si person që ka dieni në lidhje me rrethanat e hetimit që kryeministin ta thrasësh. Ti po flet si politikan tani, jo si gjyqtar. Jo, edhe si gjyqtar. Gjyqtari ka zbën lidhje gjyqtar. Jo, por çdo fije sot po flet si politikan. Edhe si politikan, sepse tani nuk e ndaj dot politikën nga pjesa e kësaj. E dyta, që është shumë e rëndësishme dhe unë them edhe në pozitën e gjyqtarit, duhet patjetër që dëmi ekonomik të jepte një parandalim tërësor. Në ç'kuptim? Në rast se ka filluar një çështje penale për insenatorët, për korrupsionin, për vepra penale të cilët sot kanë sjellë dëme të konsiderueshme në buxhetin e shtetit, prokurori automatikisht duhet kërkonte që të ardhurat të shkonin në një escrow account, në një llogari bankare e cila të qëndronte në kushte të tilla dhe në rast se gjykata përfundimisht dhe prokurori nesër mas nesër do të rezultote që është i pafajshëm X ose Y, t'i kalonin shoqërisë ose personave, por kur nuk mund të vazhdoj që këto lekë të shkonin në dorët e përfituesve direkt. Zoti Gjoni, ai keni qenë dakord dhe jeni dakord me zotin Berisha i cili e ka cilësuar zotin Dumani kryekriminal dhe SPAK-un organizatë kriminale? Të them të drejtën, unë nuk kam informacionin që ka zoti Berisha dhe është diçka të cilën unë sot nuk mund. Berisha sot është një nga politikanët më të mirë informuar, edhe për shkak të shenjës tij edhe si president Republike, por edhe si kryeministër, por edhe për shkak të informacionit që i shkon kohë pas kohe, edhe nga zyrat e SPAK-ut, që t'jemi realist. I vjen aty informacione nga SPAK-u? T'jeni të sigurt, edhe nga zyrat e Partisë Socialiste. Po dhe ne na vin informacione. Ja, edhe mu. Këtu presim pak këtu. Ju jeni duke thënë që disa prokuror, jo prokuror, mund të jenë edhe njerëz të cilët po nga SPAK-u, punojnë të SPAK-ut, i japin informacione zotit Berisha në mënyrë digjitale, pa emra konkrete. Ja japin informacione. Po siç sot, sigurisht unë nuk po them takojnë kafe. Po siç sot për shembull që një pjesë e informacioneve në lidhje me kryetarin e Bashkisë së Tiranës ose për zyrat e ministrive vinë nga punojësit të cilët janë brenda ministrive, sepse Partia Demokratike sot e ka të pamundur të hyjë në institucione për të marrë dokumentacion. Jo, okay, po është normale dhe në aspektin etik, por edhe në atë që ju njëni se keni qenë vetë pjesë e drejtësisë që SPAK-u cilësohet organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, se kështu ka thënë zoti Berisha. Qëndrimi i zotit Berishas ka thënë që një pjesë të prokurorëve të cilët janë të
përfshim në procese politike, padyshim që duhet të largohen. Se bën kryeministri, zotë. Jo, kryeministri bën deklarata politike,